Një mbrëmje e rrallë artistike mblodhi publikun shkodran në një festë të muzikës dhe kujtesës kombëtare. Kompozitori Tish Daia u rikthye në vendlindje përmes një koncerti homazh në 100 vjetorin e lindjes, ku erdhi krijimtaria e tij e pasur. Sa herë kthehem në qytetin tim, lule loti nga mali në syna mi. Tish Daia ishte një ndër pionerët që ndërtoi urën mes traditës popullore dhe formave moderne të muzikës së kultivuar, duke krijuar vepra që mbartin identitet të fortë kombëtar dhe një ndjeshmëri të thellë artistike. Kjo krijimtari përfshin muzikë simfonike, opera, balet dhe këngë të paharrueshme, të cilat edhe sot vazhdojnë të interpretohen dhe të frymëzojnë breza artistësh. Jam pa fjalë se për këtë nova sonte, por jam pa fjalë edhe jam shumë krenare që Shkodra jeme i man njerëzit e vetë si që është i madhi Tish Daia. E man, e trumbeton, e respekton një spektator shik, për ka kultura, për nga ndjenja, po themi ne, si Shkodran që jemi. Ka ken e papame. Shumë e bukur. Ka kënë njeriu ma i dashtun. Mund të thamë Tish Daia ishte në kufit të shetnisë. Si personalitet, si njeri, si prodhimtari, ashtë e paon, unë nuk e di që do në me thonë, me e dit ju që ka prek gjitha zhandret. Me opera, me operet, me këngën, me baletin, me gjithë shka që ekziston në fushën e muzikës. Jo, faleminderit Shkodrës madhe herë për këtë nërë që i bari sepse ishte salla plot. Pra, kjo është e para përgjigje që ai spektatori që ndoshta ka prit me kohë, ku është vlerësimi për këtë korifej, sot ishte një frymëmarrje jashtëzakonshme, më krijon një emocion jashtëzakonshëm. Mandej me fol për Tishin tash mbas tana këtyre që u thanë, që u bë, do thënë ka një muj rresht koncert më bë për natë, me këngët e tija nuk marrën muj. Pra, nuk marrën këngët e tija, kaq Arsenal ka lanë. Po, tu në Shqipëri, sa më shumë Arsenal që len, aq më i harru më është. Shkodra rrin, jeton, edhe sa më shumë me i kujtu këta njerëz që nuk duhet me harru kur, argja bukur. Edhe sigur njëherë në vit, për shembull, një artikull, një këngë, dy këngë, historia, e një këngë, bën artikull të vogël, është shumë e bukur, domosdoshmëri. Tish Daia për mua në shihet e mia personalisht dhe pse e kam patur edhe fatin ta njoh në jetën time, pa diskutim që ka shkruar një muzikë të pastër shqiptare edhe vërtet me një identitet shumë të fortë që jo gjithmonë e gëzojmë dhe sidomos në këto vite sidomos vitet e tranzicionit dhe vitet që po jetojmë nuk po kuptojmë më se ku i kemi rrënjët e duhura. Në ndrejtimin e dirigjentes Elda Laro dhe me interpretimin e orkestrës simfonike të Shkodrës, koncerti ishte një ultim emocional përmes tingujve që kanë shënuar historinë e muzikës shqiptare. Ka një muzikë të papërshkrueshme, e ka të dhimbshme, e ka happy, e ka dramatike, i ka të gjitha gjanat, të gjitha bukuri, colorful komplet. Për mu ka qenë një nder, një kënaqësi shumë e madhe, që i pata me të vërtet nderin që dirigjova muzikën e Tish Daiës. Një artist që i dha zë shpirtit të një kombi dhe që vazhdon të jetoj përmes çdo note të interpretuar në skenë, Tish Daia i përket plejadës së artë të krijuesve shqiptar.